Financimi duhet t'ishte fillimisht në infrastrukturë, që është shumë e rëndësishme që unë them që ka ende shkolla në sistemin para-universitar, por qoftë edhe universitete që infrastruktura nuk është aty ku duhet. Pra, qoftë në sistemet e ngrojes, qoftë në ambientet e laboratorëve. Për shkollat profesionale, për shembull, një financim shumë i rëndësishëm janë praktikat, lidhja që duhet bëhet ndërmjet praktikave që nxënësit duhet zhvillojnë. Pra shkollat nuk duhet të jenë kaq teorike sa që kanë qenë ndër vite. Pra mungon praktika, gjithashtu në investimin e zhvillimit profesional, qoftë të mësuesve dhe qoftë të pedagogëve dhe gjithashtu në kërkimin shkencor. Pra financimi në kërkimin shkencor gjithashtu është shumë i rëndësishëm. Pastaj te pjesa e studentëve, bursat dhe ndihma ekonomike, edhe kjo do të ishte diçka pozitive që do të ndikojë. Premtimi për kampus universitar, unë mbaj mend vetë të dëgjuar para 10 vitesh, ishte premtimi i madh që në qytet studenti do bëjë një kampus i madh universitar. E interesant është fakti që para 10 vitesh ka pas hapësirë për të ndërtuar kampusi universitar në qytet studenti. Por çdo vit që ka kaluar është gllabëruar nga private për interesa të caktuara që shumë shpejt do të mbihen dhe do të bëhen kulla 50 katëshe dhe sot nuk e kemi as hapësirën në qytetin e studentëve për të ndërtuar një kampus i vërtet universitar, sepse ajo do të ishte perfekte. Pra e përsosur në logjik. Ajo do ishte qyteti ku do qëndronin studentët, fakultetet kanë qenë afër, fakulteti ekonomik, fakulteti gjuhëve të huaja, fakulteti histori filologjikut, fakulteti gjeologji minjerave, pra fakultetet afër dhe studentët do kishin aty vendin ku të banonin, do kishin vendin ku të lexonin, do kishin vendin ku të ushqeshin me mencat publike. Pra plani ka qenë totalisht i mundshëm për të bërë, por kemi të bëjmë me një qeveri e cila nuk e ka prioritet arsimin dhe nuk e ka pas prioritet në asnjë moment studentët. Dhe ky është shqetësimi thelbësor, sepse them që këto janë thjesht shashka që hidhen në ajër për të thënë diçka që është thënë para 10 vitesh dhe nuk është bërë. Dhe unë nuk e di, por çfarë mungon? Dëshira? Mendoj që vullneti? nuk di çfarë të them, di të them që ndoshta qeveritë autokrate u intereson që studentët mos të studiojnë ashtu siç duhet, fëmijët mos të mësojnë ashtu siç duhet, se ndoshta mund të rebelohen ndaj pushteteve të caktuara. Shumë qeveri e kanë ndjekur këtë lloj metode për të ulur nivelin e inteligjencës së popullsisë. Po çfarë do fitonte një shtet nëse do humbte? Do qëndronte më shumë gjatë në pushtet një autokrat, kjo është. Por ama problematikat, çdo kush i din. Një student që vjen sot në Tiranë duhet të paguaj konviktin, duhet të paguaj ushqime, duhet të paguaj librat, duhet të paguaj tarifat. Tarifat nga 200.000 lekë të vjetra, deri në mbi 1 milion, 2 milion, 3 milion, e deri në bërjen e një doktorature që shkon 2 milion lekë e sipër. Pra, dhe çfarë bën një student i cili do të bëjë doktoraturë? Ikën jashtë shtetit dhe merr. Po dhe jashtë shtetit nuk do shpenzoj kaq? Jo, është mbuluar 100%. Produkti shkencor është e mirë publike, nuk mund të paguash dhe të... Vetëm në Shqipëri paguhet. Jo, shqiptarët që do ikin. Nuk paguajnë. E kanë pa pagesë, madje paguhen studentët që të bëjnë kërkim shkencor dhe në fund shteti ku ata bëjnë kërkimin shkencor u amban kërkimin shkencor sepse është vlerë për shoqërinë atje. Ndërkohë në Shqipëri, nëse do të ishte mundësia, do të bëjë kërkimi shkencor dhe studenti që bën kërkimin shkencor do të aplikonte për në Bashkimin Evropian për subvencione dhe do të merrte subvencione nga Bashkimi Evropian dhe do të paguhej nga Bashkimi Evropian për ta bërë në universitetet tona shqiptare për ta bërë punimin e tij shkencor. Në fakt, ne sot kemi nga ana e shtetit një bllokim të këtij procesi. Pra, shteti nuk po na lejon as me apliku te Bashkimi Evropian për të marrë subvencione.